Faleminderit, më mbroma me zëra për zyti. Si dhe musafiri dytë për sonte është ai që e njihni të gjithë, po besoj inshallah sonte s'është nervoz, është snajperisti i Koshorës, Musa Smoli, e ftoj me duartëki të ndonë. Më mbroma e dita që është ndaj befasi. Më mbroma me zëra. Po më mbroma. Si vëzhgë të fol me kacin por. Me kacin deshta më fol, të gjatë jetën asaj mos u falëndet. Komandant. Pse këtu me kacin apo? Këtu me kacin. Me regjia veç pak. Sa e rrallë. A loma ma vonë, ta normë emision. Po. Pse me kacin vorës? Me kacin deshta me prezentu sa e kanë degradu luftëtarën e vërtet të ushtrisë lëmtarë të Kosovës. Pse? E kanë degradu dhe ma unë çfarë niveli e ardhë luftëtarë e vërtet që ka qenë milioner, sot ardhë në këtë mënyrën që me kacin duhet me mbjetu, që duke degradu disa komandant, disa njerëz të Kosovës, disa hajna, unë normal ju thëmë, jo në hajna. Kjo është akuzë rronë. E kanë akuzë rronë, po për ata dhe jetojmë, me tregu të vërtetën. E kush ju kalon këtë? Ma akuzë rronë është për luftëtarët e vërtetë që i shohën çdo ditë, të i pununa për ndërtimtari, të i punu fizikisht. Edhe jonë të mërzitun vesin para se me boj vetvrasje, domethënë. Mua ata më kanë shtyr shokët e mi, njerëz që rri me ta çdo ditë, me tregu një të vërtet për ata njerëz që ka njerëz mirë në Kosovë, që e dinë të vërtetën, edhe degradimin që ja kanë bërë luftës lëmtarë të Kosovës. Edhe burra më. Ti po domethënë që i kanë lënë kacin. Nuk është që i kanë lënë kacin. Po çka? Po qa shumë i kanë degradu, si veç kacinja o kanë aman gjallë. Domthon jena hina për shtalla atë love, domthon të munu me mbjetu, me bujësi të morë, domthon qash ullë në kanë qu, sa minë dze jetojna. Kjo është ajo e mozhës, e kanë degradu. Po domethënë që pas luftës arma e një veteranit të ushtrisë lëmtarë të Kosovës dhe ushtarit vërtet është kacinja. Domethënë me këto. Kjo është mjet e funit është kjo. Përgjegjja e funit e luftëtarët vërtet. Po është e rronë, sinqerisht. Është pikëllues, është për mua mas pari, unë gjithmonë kam marak me i prezentu veten se çfarë gjendje jam, edhe ty e prezentu veten, mujnë edhe ata tjerë me pa, mujnë me pa se përmes me mujnë me pa se çysh ka gjendjen e luftëtarit. Kur u degradu kjo? Unë jam qenë nga pas lufta e marrë në Kosovë, e di mirë edhe din tonë që Jakub Krasniqi kur ardhë në Amerikë, ka thonë hajde në Kosovë se do të kesh mundësi me punu, se ke luftu për vend, ke shit pasunin, ke bërë gjithçka. Sot që ata njerëz që sin kon kërkushat, domthonjë që erdhën në Kosovë, më ja fillu me punu, me bë për adhem tem, sot ata janë multimilionera, kurse unë jam me gjithë ata shok i punu ndërtimtari. Këto ko morë për një ndërtimtari ku isha tash kohën e fundit me do shok 4 veteranë ishim. Edhe ishim të shit një plosh të do njerëz, u pagum 30 euro në ditje për sën, po erdhen inspektorat edhe në nëzon neve të i punu. Po thot e përnoj, ju lutëm duhet me ndërprese, erdhen inspektorat. Edhe ku erdhen inspektorat ma lypen dokumentacionin. Thash, nuk e ka me veti, edhe na mojnë dartë nga deshtëm në shëshurën policie, ne i mojnë emnat, tha nuk ini të i punu në zezën. Do mon që sa poshtë e kanë degradu, luftëtarin nuk ka drejt më punu, luftëtari është veteran i vërtet, do mon s'ka drejt më punu. A invalidi, që është fjolla vetë invalid, ka drejt më punu. Kjo degradim ju nga këta që unë tash në qeveri, se nuk është që pëdu me përka, po kjo është prej pas lufte, prej që ka fillu. Toni, degradimi ma i keqë që ju ka bo luftës edhe luftëtarëve të vërtet, është që nga pas lufta. E shkruan çdo shtëpi është në zone uqe këtë dhe me këtë. Aty filloj e zeza. Aty fillun më morë ata me biznismena, fillun më morë me serbë, me ata që luftum deri ditën e funit, ata fillun më bo biznese. Kush po mendon që i ka bo këtë mus? Këto i kanë bo komandantat, jo të gjithë, gjithmonë nuk është gjithë. Pse veç komandantat, ka pas edhe ushtarë që i kanë bo? Po, kanë pas edhe ushtarë që i kanë bo, aty jonë shumë e shumë. Të një është edhe me e keqë e degradim, që e shitën sen që është e bukur. Luftëtari i vërtet nuk dihet tash më kush është, se tash mush luftëtar rrenca. Luftëtar që kanë luftu, ju kanë imu Serbis me mytë shqiptar, jonë veteran. Ajo më bënë mu mas mundi mirë, se ka cinja... Kush janë ata, më shme përmen me emra? Po, në ku më përmen emra në tjera studio. Jonë me emra, jonë. Që i kanë imu Serbis, që po thumë me po? Po, i kanë imu Serbis. Kush janë ata? Nuk mjafton me ta tërgu ty.
nuk mjafton, nuk është e kënaqshme. Po janë vazhdon me kon veteran, e kum fol me emën, edhe nuk është se i frigona. Po unë jam të hub çfarë shumë, kanë degradu mu tash. Mu nuk po ka punë, vend ku që shkoj unë me punu, nuk po më marrin mu në punë. Se po thotë ke fol, jetë e fol, jetë e degradu ti shoqni. Domthon unë jam të vujt. Pra ata e mordën në studio tonë se dikush s'ma jep mundësinë më maun. Unë ty një si pasuri kombëtare që ti duket kështu shi. Strategjike për mua. Jetë na dhon mundësi me prezantu luftetarin e vërtet. Unë jam luftetari i vërtet. Ja kum shit gjithçka çka kum pasoni në Amerikë, gruni kum hon, dele martau, fëmijën kum lën rrugë. Sot unë nuk po muj me i shkollu çata fëmijë. Këtu problemi jam, unë të i punum thot nuk ki drejt me punum. Qysh jetojnë me 200 euro? Qysh e shkolloj fëmin? Grunë smut, vetë smut. Qysh mujone me jetu? Unë nuk kem të mujt me jetu, ma ke morë drejtën e jetesës. Tëni, për më mbot palumëtën. Qysh është të mund shumë njëtë hajna milionera sot, nuk e leon me formu një shqeveri. Nuk e leon me formu. Qka me ndati, qysh do të më formu? Do të më formu qeveria, se parlamenti e ka për detyrë çdo deputet që e ka morë drejtën, e ka obligim qytetar me formu parlamentin. Mas se të formuat parlamenti, nëse Albini ose dikush tjetër s'mund me formu, duhet shkon të i dyti. Mana të fore nuk mund me ne shit neve. Na marum, na te prej mas lufte e herë kanë thonë kraj e luftës, do votojmë për krajnë e luftës, edhe kemë votu krajnë e luftës. Po dojmë konkretisht e ka Albini shkurtimisht se e lëm basin asë në pritje Kubra, që është, edhe kjo është veteran, Nasër Vlasi, komandant Kubra, është njeri respektum. Jo komandant Kubra, po çdo njeri që ka marrë pjesë në luftën e Koshavës, heroi imi është. Po çdo njeri në Kosovë dhe ku do të jeton shqiptar, ma ka me bësh mu edhe ati luftetarit vërtet, jo ushtar. Se ushtar e qiti komandanti jonë, sot që është në Hagë, e tha, çdo njeri që ka dhënë pikuj, ka drejt me apliku. Nuk është e vërtet kjo. Nuk të bën ashtu. Nuk kanë drejt me apliku, se në hymnin e flamurit thot, prej lufte ai që largohet është i lindën tradhëtar. Domethënë çush ka mundësi tradhëtari më kon luftetar. Po, mos prek, po shpesh edhe për ty kur kemi pas intervista, dikush ka pas për tyre që ka thonë Musa Smoli s'ka qenë hiç luftë dhe ka qenë dezertor. Qyre, ai si ka thonë për mua. Ka qenë dezertor, edhe ose nuk ka qenë luftë, ai është zë kurve ose është një shpion tradhëtar. Është i lindën se në Kosovë për fat keq. Në shqiptari